Po tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë. Dhe ndodhi që ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata, pasardhësit e Noeut, gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje. Dhe i thanë njëri tjetrit: "O burra, të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr." Dhe përdorën tulla në vend të gurve dhe bitum në vend të llaçit. Dhe thanë: "O burra, të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull, maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut." Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar. Dhe Zoti i tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë, dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë. Tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatrojmë gjuhën e tyre në mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit." Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuarit qytetin. Prandaj këtij vendi i u dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau mbi tërë faqen e dheut.